pyet, a ka mundësi që bebi që ushqet me gjithë të shfaq shenjat e alergjisë stinore, që në moshë të vogël, cilët janë shenja që unë si nën duhet të kem parasysh për të identifikuar alergjinë e bebit. Fëmia është në moshën 3 muajshe. Në fakt, alergjitë ndaj substancave thithëse, ato që korespondojnë me alergjitë stinore, siç janë polenet, mykrat, pluhurat, nuk janë shumë karakteristike dhe janë, të themi, shumë të rralla tek fëmijët të cilët ushqehen me gjy. Megjithatë, nuk përjashtohen. Ajo që është element karakteristik pak më e shprehur tek fëmijët e kësaj moshe janë alergjitë e kontaktit dhe veçanërisht ekzema. Por gjithmonë kur flasim për alergji, duhet kërkuar dhe një histori familjare. Mund të ndodhin, por janë të rralla dhe shenja që nëna duhet të dallojë që alergjia mund të jetë si rezultat i stinës janë të teshtiturat, janë sekrecionet e shtuara të hundës dhe nga ndonjëherë edhe një çrregullim i frymëmarrjes që vjen si rezultat i entjes i edemës së rrugës respiratore, i shtimit të këtyre sekrecioneve dhe i vështirëson hyrjen dhe daljen e ajrit. Një nën pyet, sa gradë duhet të jetë temperatura e dhomës tani ditën dhe natën? Mënyra ideale për të mbërritur në këtë temperaturë. Temperatura më e mirë e dhomës për fëmijën tuaj është 18 deri në 21 gradë Celsius dhe mënyra më e mirë për të mbërritur në këtë temperaturë, së pari është ajri i kondicionuar nëpërmjet kondicionerëve, më pas mund të përdoret një freskues e thjeshtë, por sigurisht fëmia asnjëherë nuk duhet të vendoset drejt për së drejti me freskuesen. Shumë e mirë është nëse temperatura jashtë ambientit i përafrohet kësaj temperature, të hapen dritaret, dyert dhe njëkohësisht kjo do të shërbejë jo vetëm për të stabilizuar temperaturën, por edhe për ajrosjen e ambientit. Megjithatë, duhet patur kujdes që fëmia asnjëherë të mos vendoset në korrent me ajri. Shqetësimi një nëne është se fëmia e saj 8 muajsh zgjohet natën, qan pa pushim, nuk mundet ta pushojë dhe qan më shumë se rreth 1 orë. Nuk dëshiron të ushqehet dhe të ndërohet. Nëna pyet nëse kjo vjen si rezultat i ëndrave dhe i frikrave. Në fakt, problemet e gjumit zakonisht fillojnë mbas gjysmës së dytë të vitit të parë dhe është normale që fëmia të ketë një farë çrregullimi të gjumit të kësaj periudhe. Nga ana tjetër, fëmijët e moshës 7-8 muajsh është fëmijë që janë procesi daljes së dhëmbëve që shoqërohet edhe kjo me shqetësimin e gjumit. Por fëmijët e moshës 7-8 muajsh kanë dhe një karakteristikë tjetër. Është momenti kur ai arrin që të dallojë pjesëtarët e familjes dhe është ajo e të ashtu quajtur ankth i ndarjes. Në një situatë të tillë, gjëja më e mirë është që nëna duhet t'i afrohet fëmijës menjëherë sapo fëmia fillon të qajë, duhet ta qetësojë dhe përpjekja e parë duhet bëhet që qetësimi të bëhet në krevat, më pas të merret në krah. Dhe nëse fëmia ka një kukull apo një lodër prej pellushi më të preferuar dhe ndihet i sigurt, mund ta mbajë gjatë momentit që fëmia flen në gjumë dhe nga ana tjetër e rëndësishme është që të evitohen edhe pajisjet elektronike, drita e të cilëve ndikon në një lëndë që prish ciklin e gjumit. Me çfarë ta mbuloj, me batanie apo jorgan fëmijën? Me të dyja në fakt mund të mbulohet fëmia, ndoshta është pak më e përshtatshme batania, por ajo që është elementi më i rëndësishëm është materiali me të cilën duhet të jetë i përbërë. Përgjithsisht zgjedhja duhet të jetë e lehtë, e pambukt dhe për të evituar të gjitha alergjitë e kontaktit që mund të shkaktohen nga një batanie, prandaj bëhet një zgjidhje që të vishen në çorçaf në formën e klofit. Rekomandimet janë në fakt edhe për të përdorur bataniet që vishen apo ato që quhen thasët e gjumit. Një nën pyet, si duhet jetë i veshur bebi ditën dhe natën? Në zgjedhjen e veshjes së përshtatshme janë dy elementë që duhen marrë në konsiderat. E para është temperatura e ambientit në të cilën duhet të qëndrojë fëmia dhe e dyta është veshja që duhet të bëhet zgjedhja.
Bebet kanë një karakteristikë që nuk arrin të kontrollojnë temperaturën lehtë dhe kanë tendencë për të bërë një rënje të temperaturës. Prandaj, në veshjen e një bebeje gjithmonë duhet marrur parasysh që duhet të vesh një veshje më shumë në krahasim me të rriturin. Elementi tjetër i rëndësishëm është edhe materiali që duhet të zgjidhet për veshjet. Përgjithsisht duhen zgjedhur veshje të lehta, veshje të pambukta dhe ato veshje përbërja e të cilëve nuk është me natyrë alergjike për fëmijët, veçanërisht alergjinë e kontaktit. Kujdes tjetër është edhe gjatë natës, është koha në të cilën fëmia qëndron për një kohë të gjatë në gjumë dhe prandaj veshjet duhet të zgjidhen të tilla që të mos jenë të shtrënguara, veçanërisht çorapet, veçanërisht kapuçët të mos jenë me lidhse. Pyetja e një nëne është: si duhet ta vesh kur dal jashtë në mëngjes, paradite, pasdite dhe në mbrëmje? Ajo që në fakt të kushtozon në veshjen e një fëmije kur e nxjerr jashtë ambientit të shtëpisë janë dy element. E para është temperatura e ambientit jashtë dhe nga ana tjetër kushtet klimaterike. Sigurisht në temperatura të ngrohta, të larta dhe njëkohësisht me diell, gjithmonë duhet të zgjidhen veshje të lehta, veshje të pambukta dhe shoqëruar me kapele. Në rastet se janë temperaturat e ftohta, duhet të bëhen veshje që të mbajnë ngrohtë. Në momentin kur bie shi, të përdoren veshjet për shiu, mushamat e shiut. Një nën pyet: si duhet ta lehtësoj bebin nga veshjet pa e ndjerë tani që temperaturat janë rritur? Pas dushit, a duhet një veshje më pak? Për veshjen e një fëmije gjithmonë duhet patur parasysh që duhet ketë një shtresë më shumë në krahasim me të rriturin. Dhe janë disa shenja që nëna duhet t'i dallojë që fëmia nuk po arrin ta përballojë rritjen e temperaturës. E para është skuqja e fytyrës, djersitja, janë flokët e lagur dhe nëse vazhdon për një kohë të gjatë, fillojnë edhe një frymarrje pak më e shpeshtë në krahasim me normalen. Ndërsa lidhur me veshjen pas dushit, asnjëherë nuk duhet një veshje më pak, përkundrazi fëmijët pas dushit bëjnë ulje të temperaturës.